normale, është e zakonshme, por e dim ne që jemi të ballafaqsuar çdo ditë se sa mundi edhe angazhim politik kërkon për me e motivu qytetarin me dalë në zgjedhje. Dhe debati për zgjedhje lokale në terren shkon në drejtim të ngërçit politik apo krizës politike që ka shkaktuar zoti Kurti. Në parimin sa ma keq aq më mirë, zakonisht populistët vazhdojnë me ushqy agendën e tyre politike, pa ju interesu dhe pa mor kurfar përgjegjësie për dëmin politik që shkaktohet institucionit, kredibilitetin e funksionimit të shtetit dhe besueshmërinë e qytetarëve ndaj institucioneve të Republikës. Kjo është ajo që për momentin ne kemi raporte të çoroditura mbrana shqiptare në Kosovë, raporte edhe me të çoroditura mbrana shqiptarëve në Ballkan, sepse përveç një bashkëpunimi formal institucional, nuk ka bashkëpunim brenda le të themi botës shqiptare në Ballkan, dhe raporte jashtëzakonisht tensionume me popujt slav në region, po mirëmbahen në kuptimin e politikave ditore dhe agendave afat shkurte, por rajoni jonë është razu jashtëzakonisht shumë dhe besojmë shumë që zgjedhjet e ardhshme nuk i japin vendit zgjidhje afatgjate, po prapë Kosova do të vazhdojnë më mirëmbajt me kriza politike, me jo stabilitet politik, dhe do të përballohet situata vetëm nëse arrit të ndërtojë një koalicion i madh politik në mes partisë parë, partisë dytë, apo partisë dytë, partisë tretë dhe partisë katërt në Kosovë. Dhe kjo çështje është e lidhur ngushtë me vullnetin e votuesve. A do të penalizohet partia e parë, lëvizja vetë vendosur dhe zoti Kurti, për këtë krizë të shkaktuar një vjeçare në Kosovë, do të mbetet më pa nga votues. Nëse më pyetni mua personalisht çka dhe se e vlerësoj, unë besoj që duhet përgjegjësi jashtëzakonisht madhe dhe penalizim me pas në zgjedhjet e ardhshme, sepse sipas kalendarit mund t'i bie që në vigjilën e vitit të ri, me 28 dhjetor, shqiptarët dhe qytetarët e Kosovës do të ftohen me dalë të kutitë e votimeve, dhe është një kohë apo një javë ku shqiptarët që jetojnë në Kosovë dhe shqiptarët që jetojnë në diasporë, në Mërgem, në Gat, gurbeqarët e tonë, mund të bashkohen dhe do të manipulohen jashtëzakonisht shumë kjo ambient politik për përfitime afatshkurta politike në veçanti. Nuk po shoh zgjidhje afatgjate për një stabilitet Kosovë. Zëri, ndërkaq si mund të reflektohet ky mandatim edhe në pritshmëri në syrin e ndërkombëtarëve, sepse kanë qenë ndërkombëtarët ata që kanë pasur pritshmëri shumë të dhanë në Prishtinë? Kosova tashmë është bërë vend i politikave të këqija, boremi politikave të këqija, vendimet e këqija tani në veshin edhe në synin e partnerëve ndërkombëtar u bë lajm i zakonshëm. Dhe kur fillon me jetu me lajmin e keq dhe me të zakonshëm, atëherë largosh prej tavolinës, jemi largu nga agenda dhe largosh sektorin e sigurisë dhe interesin që Kosova në sektorin e sigurisë të mirëmbahet dhe të menaxhohet, e ku qeveria e Kosovës ka pak kompetenca me të drejtën, pak autoritet, kompetenca ka, po pak autoritet me menaxhu, sepse ne jemi në rast veçantë për një digresion vogël. Republika jonë ka ushtria e Republikës Kosovës është shumë komshe dhe është në mandatin e NATO-s. Në anën tjetër ne kemi ndërtuar kapacitetet ushtarake edhe të forcës së sigurisë. Po mandatin e ushtrimit të detyrës ushtarake në Kosovë ka NATO-ja dhe ata koordinojnë, menaxhojnë parimet ditore me gjithë partnerët e mëdhaj, çështjet e sigurisë që nënvizon një ndarje të përgjegjësisë për sigurinë në tokë me forcën e sigurisë Kosovës, ndërsa ajri dhe pjesa tjetër e sigurisë koordinohet drejt për drejt nga NATO. Dhe partnerët e tonë veçanti një rol udhëheq i SBA-s dhe i kombeve të mëdha në Evropë. Tani, sektorët tjerë, qoftë ai ekonomisë, që janë zhvillimor, është i ngulfatën, qoftë ai arsimit dhe shëndetisë është për tokë, është para kollapsimit total. Sepse imagjinoni Kosova hyn në një krizë buxhetore, kriza politike në këtë vetë është mirëmbajtur për arsye se ka pas buxhet dhe viti fiskal ka qenë i rregulluar. Ndërsa nga janari i vitit dashëm ne hym në një avari institucionale
për shkak të impakteve buxhetore. Kosova hyn në periudhën e emergjencave, ku një 12 pjesë e buxhetit do të shfrytëzohet për disa muaj dhe disa sektorë të mëdhaj që përfshin arsimin, shëndetësinë, skemën sociale, ndërmarrjet publike dhe një numër i madh të institucioneve që janë në bashkëmëritë totale të buxhetit, i kap pasiguria dhe probleme serioze që mund të përcasin me pakënaqësi jashtëzakonisht të mëdha qytetare. Zoti Waziri, nga ana tjetër, Komisionerja e Zgjerimit të Bashkimit Evropian Marta Kos ka sinjalizuar nga Brukseli se Bashkimi Evropian mund të heqë së shpejti masat ndëshkuese të vendosura ndaj Kosovës në vitin 2023. Cili është mesazhi politik që dërgon deklarata e Marta Kos për heqjen e masave ndaj Kosovës të vendosura në vitin 2023 pikërisht në këtë moment? Leximi më i mirë i komisionerës në Kosovë do të jetë ky, që asnjë arsye nuk ka ekzistuar që Kosova me u vendos masa dhe sanksione financiare përveç ato që zoti Kurti e ka sjellë Kosovës. Tani largimi i masave financiare dhe kufizimeve për Kosovën lidhet me normalizimin dhe stabilitetin në 4 komunat në veri të lumit Iver në Mitrovic. Zgjedhjet lokale kanë sjellë një fitore absolute të partisë kryesore të serbëve të Kosovës, që quhet Lista Serbe. Ata kanë rikthyer rolin e tyre në kuvendin dhe në qytetet e tyre. Dhe kjo ja largon adutin BE-s për stabilitet, të krijuar përmes një procesi zgjedhor dhe ja rrezon argumentet e zotit Kurtit që ka vot diçka në këto 4 komuna. Tani vetëm janë efektet negative, masat financiare kundër Kosovës kanë kaluar në 603 milionë euro, janë projekte të humbuna, pjesa më e madhe e tyre. Kjo avari financiare që është shkaktuar për motive politike dhe në emër të një stabiliteti dhe sundimit ligjit atje, kur gjë tani në 9 orë dhe në 10 orë të këtij vitit nuk do të thotë, sepse rikthimi i njerëzve të njëjtë edhe me emrat përveçëm kthehet njerëz të njëjtë, jo vetëm si parti politike, edhe si emrat përveçëm. Tani, se sa do të arrijnë zoti Kurti me i bind BE-n që nuk do të ketë veprime të njëanshme, sepse masa do të largohen me kusht. BE-a do t'i largon në mënyrë të shkallëzuar dhe me kushte. Kosova ka hyrë marrëdhënie të kushtëzuara me BE-n. Dhe ky është raporti më i keq që zoti Kurti ja ka sjellë Kosovës. Po ashtu zoti Kurti ka marrëdhënie të kushtuara jo vetëm me BE-n, ka edhe me qeverinë amerikane, patjetërisht. Edhe me shumë institucione tjera që përfshin Këshillin e Evropës, si familja më e vjetër e Evropës së Shumanit, apo edhe raporte tjera ndërkombëtare. Tani, ky raport i kushtuar ka më përcjell në ato që quhet rezultate të prekshme. Qeveria e Kosovës ka më qenë në imponim dhe në veprim të kushtuar që largimi i masave ka më kërkuar edhe veprime të koordinuar, të kontrolluar dhe ka më kriju apo kërkuar siguri që në asnjë mënyrë zoti Kurti mos të bëjë veprime të njëanshme, çfarë ka ndodhur në raportet e mëhershme. Në anën tjetër, natyrisht që Serbia në raportet kushtuar, por Serbia në raportet kushtuar që 35 vite, dhe kushtimi më i madh i Serbisë ka të bëjë me dënimin dhe raportin që gjykatët e Kosovës duhen me dhënë aktin terrorist në manastirin e Banjës, dhe grupi i Radojqicit si ja akuzum tani për atak terrorist në Kosovë, duhet me ballafaqu me drejtësinë në Kosovë, jo në Beograd, sepse Serbia po mundohet me mirëmbajt duke ofruar garancione që dënimet gjykimi do ndodhë në Republikën e Serbisë. Kjo është e papranueshme. Unë besoj shumë që gjykatët e Kosovës kanë me arritë, nëse qeveria e Kosovës krijon ambient besimi dhe kredibilitet para faktorëve ndërkombëtar, veçanërisht BE-ja dhe SBA-ja, ata do ta detyrojnë Serbinë që ta ballafaqon drejtësinë e këtij grupi terrorist tash me drejtësinë Kosovë, apo një modalitet tjetër, edhe nuk besoj që dhomat e specializuara mund të marrin mandat shtesë eventualisht për diçka tjetër përveç për ata që është vendos në Kosovë. E qartë, mirë zoti Waziri, për ta mbyllur sepse kemi arritur në fund, pyetja e fundit, çfarë nën teksti politik fshihet pas kritikave më të forta ndaj Serbisë në progres raportin e këtij viti dhe nëse masat ndëshkuese ndaj Kosovës nuk do të hiqen, çfarë do ndodhte edhe me dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian?
Dialogu për momentin po mirë bëhet vetëm në termat saj, nuk ka asnjë veprim,